Pushimet verore sjellin ndryshime në rutinën e përditshme për fëmijët me autizëm. Psikologja Megi Shlaku ndalet tek sfida që mund të shfaqen gjatë periudhës së pushimeve verore. Është mirë që mos të hekum dorë prej pushimeve, të krijojmë kushtet që fëmijët të dinë se cilat janë vështirësitë, ndonjëherë stresohen edhe prej mjediseve të caktuara dhe pastaj është edhe pjesa e rutinës, pra kur nuk e dinë se çfarë do të vinë më pas. Ruajtja një strukture të përshtatshme mbetet element i rëndësishëm për mirëqenien e fëmijës. Është mirë që gjatë këtyre periudhave të pushimeve të ketë shumë para përgatitje. Pra fëmijët i tregohen disa elemente të vendit ku ka me shku dhe gjithashtu të ruhen edhe pjesa e disa rutinave. Të shmangin shumë, domethënë vendet shumë të mbipopulluara dhe të shmangin gjanat e shumë të paparashikuara. Domethënë të përpiqen sa më shumë me kënd të strukturuar brenda asaj që mund strukturohen pushimet në mënyrë që fëmijët ta dinë se çfarë do të vinë më pas. Shumë fëmijë inspektor të kenë edhe një selektivitet shumë të lartë ushqimor dhe kjo normalisht krijon shumë problem tek ata sepse nuk mund të ushqehen me gjithçka. Është shumë e rëndësishme që fëmijët të ketë gjanat e veta me veti, ketë elementet të cilat e ndihmojnë me përballuar eksperiencën e re që mund të jetë edhe hera parë për ta. Që fëmijët ketë diçka familjare me vete. Krijimi i një mjedisi të sigurt, i qetë dhe i parashikueshëm mund t'i ndihmojë fëmijët me autizëm të përjetojnë pushime verore në mënyrë më të rehatshme dhe më gjithëpërfshirëse.